Arben Fetoshi, faleminderit shumë prof, bised e sinqert nga njëri kompetent njës i gjitha atyre fushave që i tha. I thirrur për atë punë. Me vëmendje që koncentroj ju lutëm, edhe me mujtë mi shpërndan njerëzve, shqyrë një si të arrujmë këtë shtetë që kemi fitu me mundi, me shumë mundi, E kemi fitu në një kohë kur edhe situata në botë u konë shumë pronesh. Sot du të mirujt mirë se kanë ndrusenet në përdyje. Me përëndimin jemi edhe është me ne, por tash ne jemi në komë tona, na duhet mu konë partner me ta. Interex, brendi madhi marketeve në për Kosovë. Ekstra mirë, ekstra lirë, të në të mirë atë aty. Edhe kur deni se edhe me saroni mi mush kuponat, sa ma shumë kupona, aq ma shumë gjasa për të fituar. Shka, sa alo s'kallzova, po e diri, Lojra morë dhe shpërblyse 165 shpërblime me pare kesh 100, 200, 500, 1000. 165 venda qështu. Pastaj jënë 2 iPhone 16 Pro Max, 2 motora elektrik, po, motocikleta elektrike, shpirti me taknat, 2 vetura T-Roc Volkswagen, kësi pak ma i qunë SUV, SUV, dhe banes në DT. Ti zalli uj, ku i shia i parë Italisë që bili ka qef, më thonë se vetë është për momentin në Itali. Interex, faleminderit shumë Interex. Arbeni Pompret, i cili në është rikëthyër dhe oksigeni dukshëm sonte është ma i gotë. Sa nda u kësu që e këthyër. Ma i bukur është. Artmoshën, po më Artmoshën gjatë që tu e në shpitoni në Artmoshën, e për djetë Artmoshën nga në Kosova. Artmoshën, sport sa të dush. Telefon emisione. Lajme, plus, shka për vjen shpejt. Plus oksigjen. Oksigeni për djetë, baba. Arben, shabone më janë? Në regull, krejt. Jenë mërzit javën e kalune. S'fujtë mora atu në atë emisionin qeter që ka? Ja. Në të vëthera, ku kështë pas është me hi? Qëtë. Arbeni o konë me provime. Me gara, me provime, shkolla muzikës që to e ka. A fitove? Po, venën e pare ka, në zonë si jem e ka mo. Në zonë si ju dhe? Venën e pare. Bravo, Arben, sepse Viqaj Nzens ka morë pjesë në gara, po. A ka pasë dhe konkurent? I jam e Viqaj. Bravo, Arben. Pitjerëve ka morë. Shkolla muzikës, du të me di që edhe në shkollë të mesme, e kanë provime japin, si në fakultet. Bravo. Më thanë, nuk është si shkollat tjera që e marin gjatë vitit. No, të në 4 perioda si sebe që po. Po, e marin hynë provim. Kanë me hy si njëtë si në fakultet që është. A unë dje dhe krenar kërë zuri dhe në parë? Shumë, tepër. A ishte me Zhosh Bizeja, po me shka doli në skenë? Me koncert Veberit. Veberit, hala gjalla, ja? Ja, hala, së gjallë. Bravo. Faleminderit. Shka do të thotë fjalla Selavi? Kjo është jeta. Sakt. This is life. Numër 2. Ku ish kompeticion me i janis, ish kompeticion i futbolit për klubet evropiane që nuk ishin kualifikuar në 2 kompeticionet me të rëndësishme të UEFA-s, Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës. Quhet Inter Toto Cup. Cili është titulli nderi që u jepet njerëzve me kontributet të mëdha për kombin shqiptar. Deri kombit. Deri kombit. Që popullsi në Iran, ku si pas emrit të cilve kompania Nissan emëroi një model të veturave. Kashkaj. Po, që marë për të thëmë? Po, që më që është. Cili gitarist dhe këngëtar, i njohër njët me nofkën Slow Hand. Eric Clapton. Bravo. Kompanie famshme amerikane që prodhon ushqimet paketuara, veçanërisht ketchupin e saj të njohur botërisht. Heinz, që shkruhet Heinz. Ketchupist. Dhe si jam ketchupist, ma shumë jam majonezist. Po, bre? Majonezist turist? Një për në bukur e të u marri majonezist turist. Po. Me kë sport olimpik, ku burrat dhe gratë garojnë kundër njëri tjetrit në mënyrë të barabartë. Po, kalerimi. Në kalerim s'ka qatë dush që je. Cili është kontinenti i vetëm i cili shtrihet në të 4 hemisferat e tokës? Kontinenti. Afrika.
Kush e këllon kongën në Afrika? Toto. Ka 2 pyetjes tash Inter Toto. Cili është kontinenti vetëm i cili shtrihet në të 4 hemisferat e tokës? Afrika. Bravo. Kush e këllon kongën? Toto. Bravo. Cili është kontinenti? Po, ku bitin më? Cili është kontinenti vetëm i cili shtrihet në 4 hemisferat? Jo, i ka koqit, Sarona, përvel me prejkë se u. Emisioni... Ka hynë këse. Emisioni o playback dijet edhe o kam se CD-a. Së, pajisje e posaçme Arben që lëshohet në ujë ose ngrihet lart në ajër me ballon për qëllime studimi. Quhet? Me së? Survejis. Jo bre. Silur. Jo bre. Siluri është armë në ndecëve, anijeve. Sonda bre, sonda. Okej. Edhe, cila ngjarje sportive ka një kod të veshjes ku të gjitha veshjet e sportistëve duhet të jenë të bardha? Tenisi është sport i bardh. Po, sport i bardh, po vish me një vend po luke me tesha të bardha. Wimbledon. Bravo. Tash, muj me ta pranu që i kizon vetën e partje me klarinetist. Rregulloje definicionin, Arben. Hajde. Fjala shkëndi. Nëse e di. Gabime ku kemi? Gjoj gabimet. Thërë me 2 janë me 1 du të më konë. Nuk e di. Veç shkronjat ose ketë komplet me... Gabime që tu ka drejt shkrimore. Drejt shkrimore, ta po. Po, gabime drejt shkrimore. Se kështu është sintaksa në rregull, tamam prej fjalorit. Kështu një mirë. Thërmije ze zjarët. është mirë zjarët. Që duhet? Zjarët, bravo. Që shkëputet, a mirë? Nine. S'ka ë. S'ka ë. Nga një trup i ndezër, a i skuqër, o në regull të ishtu. Mira. Po, nga 2 trupat fort, kur përplasen, njëri me tjetrin, o mirë. Tjetrin, jo me bravo. Ose nga një shkarkim. Elektrikë. Me a pa ë. Pa ë. Duhet pa ë. Bravo, Atje bro, në Tiranë oksigenist. thënë qështu tjetrin. Vëndi. Tjetrin. Që ku i ki gabimet, Arben? Po. A përshë? 4 ëja. E që kjo thërmiz është me 2 reja? Po, në fjallore marim na. Okej. Copi paste, kose ka gabu, ata, akademia... A na mësojmë me diçka? Normal te? Po. O, very good. Menova, po. Shumë bukur. Menova që me një. Intuit këngë huaj kur përmendet fjalla vallëzim. Dance i bjen, me thonë. Dancing Queen, ABBA. Okej, edhe anglisht, ta? Po, veç anglisht. A veç anglisht? Huja, dance, me dance. Let's dance, pa, David Bowie. Taka, po. Dancing, dance me. I want to dance with somebody, Whitney Houston, Leonard Cohen. Ka po dance që atë? Hajde shëtit një me dance. A? Dirty dance. Dirty Diana është ajo. Dirty dance. Dirty dancing. Hajde dancing. Sway, bravo. Hajde hyt në vallë holla madhe. Hajde me shuplak. Se keni gjetë? Hajde. Unë e për thëmë këngëtari se do të ja din kongen. Eddie Grant. I don't... I never do. Detyra tjetër, Arben. Loj ekstra sonte. Kemi, shka më thëtë? Kush janë këta në foto? Që kjo Arvin? Valvoni? Mësa simpatik këka. Gjemili? Defra. Deprimi. Si Albin Kurti ishte. Kakao. A i ka bo. Qikuna. Kush është kë? Dati. Se dati. A i këshirët fotot? Po, me majtë me në kush i pari 2-3. Nuk e di une. Hajde. Heki. Hajde. Qfar numri patë se dati? I fundit. Qfar ngjyri numrit?
Gjendur. Çfarë ngjyre pat Santana, une? Santana ke në reshtin e dytë i pari. Po. Ngjyra. Kush? Çfarë ngjyre pat Teomani? Numri Teomanit. Jo, s'ke 3, Teomani poshtë ke. Ti çfarë ngjyre pat të veten? Se di. Numri 1, po çfarë ngjyre? Ja, se kom shyrë. Kaltër. Që e shoki, a përshë që më monë? Dhe tja ja mojten man shokit? Unë ja mojta ku ke, kështu? A, ku ke, ngjyrën jo. Po, Pillëzojmë që e keni ditë e se keni ditë. Ngjyra. Man, Arbeni kaltër. Hajde. Valban? Që po sa Valbushi, pa. Sa simpatik Valburi. Qëto ishin në ngjyrat Arben. Defrimi Kuq, Besim Dina, Zi, Teomani Vjollc, Ylberi Bardh, Sedati Gjelbër. Mba mendja, ba ushtelle. 3 zall 1 qiment. 6 zall 2 qiment. 2 zall 18 qiment. Hifsha Gjelbër. 1 zall 1 qiment, 7 zall 2 zall, kë budal kë. 4 zall 3 qiment. Okej. Man. Qysh ke, a? 3 zall 3 zall 1 qiment. Kjo loqë pa ushtelle. 6, 2, okej, 2 fish. 6 zall 2 qiment. Saron, 3 fundit moj ti. 3 me 1. A e majtë të ma... 2 me 8. A e një okej. A me ti përzia? Pyetja është sa ka si zall dhe sa qiment krejt kenë. Që të kalzoj? Se për ti? 1, 2, 11, edhe 1... Sa ke para? 1 me 3. 3, 6, 2 ke, zonë. 3, 9, 6 me 2, e dyta. 1 me 1 ke treta. Ka, ku në Treta ke ashtine. 2 me 3. Ani hej, krejt zall dhe qiment, sa kenë. Ma letë. Që shtash përzoj? 3... So e di unë, të që 3 parat, zonë kënë 3, 3 me 1. 6, edhe 2. Ma ane, 1, 2, 3 me 1, 3 me 1, 3 me 1, 6 me 2, 6 me 2, kjo 2 me 18. bravo. Vazhdoj. Që të 3 që i mojta, sa Një me 1. Një ke 1 me 1, 7 me 2. 1 me 1 ke, Po, 1, 1 zall i kësej, e njona, 7 zall, 2 zall. A i budal ka 7 qëllu. me 2. Po, Okej, edhe që ako? Edhe 1 është, edhe 1. edhe 4-3. 4-3. Që të e në 7, që të e në 9, Sa? 16, Po, e zallë dhe me kësi. 18, Ka i fare lezeti? 36, 38, 50 me 150. 38, 50 me 150? 1 me 3 vjen. A, lugat ka 50, krejt komplet. Sa? 50 krejt. 25 me 25. Po, 25 me 25. Matematikë. Që kjo ke matematikë, vlo? Ja, kjo keme majtë masë, si popull në harrojmë. E harrojmë për që ato historia rëzik me në për... Në një ferm ka pula edhe lëp. Që. Fash, mirë pas kënë shkru ferm, se më do këparla, ja. Po. Gjithë se janë 18 komë dhe 7 koka. Sa pula ka aty, bëco? Gjeni komë, gjeni krenat, hekti lop, moni pullat. Qa kima ti që me kesh atje, ej! Po, ishtë ashe e lopës, a veç pula të të me gjithë, ha? Sa pula e mi ka lypim janë? Do më thonë, nën pula bojnë 18 komë. Kret, me kom të pullave dhe kom të lopëve bojnë 18 kom. Ta shja dhul me konë 3 lop, e 4 pula, e 4 pula, e 3 lop. 4 lop, E 3 pula. 4 herë 4, 16, e 3 pula, 22. 22. 3 me 3. 4 kom për të mesin falë. Pa. Milon kështë Që. Hajde. 2 lop, bojnë 8 komë. 2 lop, tjera të këtë pula, dhe me thonë, po jesin edhe 5 pula. 5 pula, Edhe 2 lop, 5 herë 2, 10. 10. Edhe 4... Edhe 2 lop ka 4 kom, 18. 18. 5 pula dhe 2 lop gjalla. Kushe të zetë? Sedati, a qëndresa? Qëndresa me Sedatin edhe mas të Ilberin kuadru. Ajde, ta shumë ku përshëtisi Marben. Pa.
Ka një sipërfaqe prej rreth 3.41 km2, duke bërë atë një nga parqet më të mëdha urbane në botë. Ka më shumë se 20 liçene dhe pellgje të vegjël. Është shfaqur në qindra filma dhe seriale. Është një nga vendet më të përdorura për zhurime në botë. Si quhet ky park i cili ndodhet në zemër të Manhattan? Ai Central Park. Dhe më sotot pra Central Park. New York. Po. Numër 2. Ka një sipërfaqe prej mbi gjatë 2 km2. Është shpallur zonë e mbrojtur natyrore dhe menaxhohet si park rajonal që nga viti 1987. Shpesh përdoret për maratona, festivale dhe aktivitete të organizuara. Këtu është mbajtur edhe festivali i njohur ndërkombëtarisht Sunny Hill, si quhet ky park i cili është shpëtim për qytetarët nga zhurma dhe ndotja e qytetit Prishtinës. Gërmia. Gërmia, parku Gërmia. Numër 3. Park publik i madh që ndodhet në zemër të Parisit, midis Eiffel Tower dhe École Militaire, shkollës ushtarake. Shtrihet në një gjatësi prej 780 metrash dhe gjerësi 220 metra. Është një nga vendet më të vizituar në Paris dhe një nga vendet më të fotografuar në botë për shkak të pamjes perfekte të kullës Eiffel. Si quhet ky park në afërsi të së cilit ndodhet kulla Eiffel? Që ky bare, që quhet? Gjithë s'kom kur njësim kom Paris, fort kom qef me shku. Jem kon, bashkën që të bare mull, 4-5 veti kum shajt. Se? Ves. Pa i gorë, po, jem kon me lalin tim të dashur. Që quhet? Nuk e di. Trocadero Anej. Ata kjo e përfshi Trocadero. Champs-Élysées, di ato që kanë Champs-Élysées, rruga fushat e Elizes, quhet ajo. Që që ka? Qele. Qërë basa? Mars. E mësova. Champ de Mars, Coca-Cola Paris. si atë qëllu. Për pak dhe. Dhe e fundit. Park Güell. Është një park publik i madh me kopshte dhe arkitekturën e veçantë projektuar nga arkitekti i famshëm Antoni Gaudi. Gaudi apo jo çon dika interesant. U bë park publik në 1926, ndërsa në vitin 1984 u shpall trashëgimi botëror nga UNESCO. Nga kodrat e parkut ka pamje të mrekullueshme të detit Mesdhej, në cilin qytet ndodhet ky park. Gaudi ka për lidhje me që djathën që është. Gaudi ku po të qenë? A, se ke ngjoftë. A është Holanda, është në Spanjë? Spanjë. Spanjë. Me zvejt, Spanjë nuk. Dhe, cili qytet është ky shumë i dashur për Dodo? Barcelona, bre? Barcelona. Në zero të qysh, Montserrat Caballé dhe? Freddie Mercury. Okej, Më njëri Barcelona. në botë. Shë konsideruar, Arbeni tash i vje kundërshtojnë vetë me asociacione.